Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do ta nisim me vendimin e gjykatës kushtetuese ndaj Belinda Balluku. Do ndjekim fillimisht reagimin e kryeministrit Rama dhe më pas rikthehemi. Shënimi i fundit të ditës, por jo për nga rëndësia, është ai që lidhet me gjykatën kushtetuese, e cila nuk e ka gjetur dot forcën për të mos e lejuar rrimarrjen peng të qeverisë së Shqipërisë. Me një mjet të papar dhe të padigjuar në botën demokratike, siç është pezullimi i një antari qeverie nga një prokuror dhe i gjykatës në një seancë paraprake, pra pa filluar akoma gjyqi. Kështu Shqipëria bëhet, për herë dytë në 2 muaj, shembulli i parë i një budallëku botëror. Sepse gjykata kushtetuese u mbyt në lugën e ujit të turbullt të atyre që Cervantesi në librin e tij të famshëm Don Kishoti. Mirë, kemi ndikur reagimin e kryeministrit Shqipërisë Edi Rama sa i përket pezullimit nga detyrat të zonjës Belinda Balluku. Kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime zotin Klodi Leka. Zot Klodi, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëherë, e nisim me vendimin e gjykatës kushtetuese pra për pezullimin e Belinda Ballukut, i cili u mor mes një ndarje të thellë pra 4-4, por efektet politike të tij janë sigurisht të qarta dhe të forta. Fillimisht, Klodi, si e ke parë të gjithë të zhvillim, por edhe reagimin e kryeministrit shqiptar? Gjykata kushtetuese konsiderohet rëndom si nga institucionet më të larta për mbrojtjen e kushtetueshmërisë dhe demokracisë të një vendi. Sigurisht barazimi ose 4-4 vota, në fakt, pavarësisht se Edi Rama e konsideron si një budallallëk botëror, është rezultat i presionit politik nga ana e tij. Po ta kujtojmë, kthehemi në retroperspektiv, shohim se kryeministri Rama ka të paktën 1 muaj ose 2 muaj i cili po ushtron presion publik haptas edhe shantazhues kundrejt gjyqtarëve edhe institucioneve të pavarura gjyqësorit të Republikës së Shqipërisë. Fakti se kjo gjykatë, e cila duhet të ishte i gjykatë e vendimeve të forta, i gjykatë e cila nuk pyet për presion dhe shantazh publik, u detyrua që pas zvarritjes së vazhdueshme të çështjes t'i lejë një mundësi Edi Ramës përmes barazimit të votave që ai të gjejë një rrugë për një rrugdalje për situatën e vështirë në të cilën ai ka rënë për shkak të aferave korruptive të numrit 2 të qeverisë, zëvendës kryeministres ose ministres të transportit Belinda Balluku, tregon fakt se problemi në këtë vend nuk është gjykata kushtetuese, problemi në këtë vend është Edi Rama, i cili në emër të ndarjes pushteteve dhe pavarësisë institucionale po ndërmerr një fushatë dhe ka paralajmëruar ndryshimin e kodit të procedurës penale për të shkelur vendimin e gjykatës kushtetuese dhe spakut edhe institucionet e tjera të drejtësisë. Pra qartazi, haptazi është Edi Rama problemi në këtë vend, nuk është gjykata kushtetuese. E qartë, Klodi, nga ana tjetër, kur drejtësia hyn në territorin e pushtetit politik, zakonisht edhe balancat ndryshojnë, por rasti i Ballukut ka kaluar pra kufirjen e një çështje personale dhe po lexohet tashmë si një përballje institucionale. Mendon se tashmë kryeministri shqiptar Edi Rama po e humbet kontrollin mbi të gjithë betejën më të rëndësishme të tij pra me drejtësinë sa i përket rastit të zonjës Balluku? E para, sigurisht që institucionet janë të ndara, legislativi dhe ekzekutivi janë 2 institucionet të ndara nga njëri tjetri. Megjithatë, askund nuk është e shkruar, është edhe jo e logjikshme, po të dëgjosh me vëmendje atë çfarë thot kryeministri Rama se si gjyqësori po ndërhyn në fushën e ekzekutivit. Po m'fal, kjo është detyra e një institucioni të pavarur gjyqësor që ta kontrollojë qeverinë dhe që ta ndëshkojë atë nëse qeveria bie në shkelje të rënda ligjore dhe në afera të hapura korruptive. Prandaj këtu nuk kemi asnjë lloj shkelje. Ose si të thuash që unë jam kryeministri, jam i plot fuqishmi, dhe as policia, as prokuroria, as gjyqësori dhe as një institucion tjetër hulumtues, mbikëqyrës, llogari kërkues nuk mund ndërhyjë në punët e mia. Po m'fal, sot ti nuk je mbret. Ti je kryetari një republike parlamentare, po edhe në mbretëri në ditët e sotme, por edhe në 200 ditët e fundit ka qenë mbretëri kushtetuese, pra ka qenë mbretër të kufizuar nga parlamenti dhe nga institucionet e tjera. Ndërsa Rama sillet dhe pretendon ose shpall veten si një monark absolut, ku përveç Zotit asnjë institucion dhe asnjë njeri tjetër nuk mund ta gjykojë atë edhe punën e qeverisë së tij. Një nga shenjat e rënies së tij
politike është fakti se po I bie edhe retorika. Pra, I njëjti kryeministri I cili thotë se unë jam babai I reformës në drejtësi, I njëjti kryeministri I cili thotë me një tekst kërcënues se SPAK-u ka qenë I mundur, është bërë I mundur, edhe mund veproj pikërisht për shkak se unë ja kam lejuar atij, njëjti kryeministër I cili ka fituar 2 zgjedhjet e fundit përmes propagandimit të reformës në drejtësi dhe rënies së kultit të pandushkueshmërisë, sot shohim se si po I bie retorika. Vdekja e retorikës politike është paralajmërim I vdekjes së pushtetit politik të mëvonshëm atij. Dhe është një kryeministër I cili po kërcënon, edhe unë mendoj se në javët në vazhdim edhe do ta ashpërsoj gjuhën kundrejt SPAK-ut edhe institucioneve tjera të drejtësisë. Mandje mendoj se nëse laku të kurret edhe shkon drejt atij, ai procedohet thirrët si pandeu, mendoj se ai edhe do ta shfuqizoj reformën në drejtësi. Dhe shohim ditën e djeshme Komisioni Evropian I ka bërë thirrje kryeministrit Rama që ta dërgojë çështjen e imunitetit juridik në parlament Belinda Ballugut. Pra një person I cili ka thënë, I ka fituar zgjedhjet me 33 deputet, pra një mazhorancë dërmuese në zgjedhjet e 11 majit, duke thënë se unë do t'ju integroj juve në Bashkimin Evropian, shohim se pikërisht ai ditën e sotme po e rrezikon perspektivën europiane të Shqipërisë. Edhe duke I sfiduar qoftë standardet demokratike të Unionit në cilin ne synojmë të antarësohemi, qoftë edhe duke rënë dësh me institucionet e këtij bashkimi evropian. Pra dukshëm Edi Rama jo vetëm do të ndryshojë kodin e procedurës civile, jo vetëm po I sulmon pushtetet e pavahura, por dukshëm do të sakrifikoj edhe perspektivën tonë europiane për të mbrojtur Belinda Ballugun. Dhe ky është njeriu I cili është njeriu I fundit në këtë botë I cili mund të flasë për respektimin e pavarësisë dhe ndarjes së pushteteve. Sepse ne kemi pasur gjatë gjithë verës që shkoi Edi Ramën duke u sjellë si kryetar absolut bashkie nëpër Shqipëri, duke shkarkuar drejtor bashkiak edhe kryetar bashkish, gjë që nuk është fare në tagrin e tij. E pam edhe që përmes Këshillit Bashkiak Tiranës shkarkoi Erion Veliajn, pra gjë që sigurisht nuk është sërish në tagrin e tij. Dhe është një njeri I cili në këto 12 vite pushtet I ka shkelur me 2 këmbët institucionet e pavahura, dhe është një njeri I cili që nga prilli I vitit 2008 ka bërë edhe ndërhyrje të rënda në kompromis edhe në pazare me forcat e tjera politike në kurriz të kushtetutës edhe në kurriz të ligjeve themelore të këtij vendi. Ajo që po shohim është se kryeministri I Republikës së Shqipërisë, qeveria e Shqipërisë, po shkon drejt I lufte civile institucionale. Në njërin anë kemi institucionet pavahura, në anën tjetër kemi ekzekutivin edhe legjislativin, të cilët I ka në dorë Edi Rama, dhe po shohim që po shkohet drejt përplasjes midis këtyre 2 forcave të mëdha institucionale në vend. Edhe sigurisht ana e drejtës nuk është në anën e Edi Ramës, I cili qoftë edhe sikur gjykata kushtetuese, edhe sikur SPAK-u të kenë gabuar dhe të kenë cënuar realisht parësinë institucionale të ekzekutivit, ai në fakt duhet ta vazhdoj luftën e tij, por duke sakrifikuar Belinda Ballugun, sepse është një personazh politik I cili ka ardhur nga hiçi, pasi karrierë partijake, politike, publike, është vendosur numri 2 I qeverisë, I shtetit, I financave publike, I Partisë Socialiste, I gjithçkaje në këtë vend, edhe e cila është akuzuar për 8 afera të rënda korruptive, akuza të cilat edhe mund të rriten ditëve në vazhdim, pasi ne e dim që zonja Balluku ka 16 faqe hetime rreth saj, dhe ne kemi parë vetëm as majën e icebergut, domethënë minimumin e minimumit rreth saj. Edhe jemi këto kushte, pra ku halli I Edi Ramës nuk është realisht që të mbrojtja institucionale, sepse nuk është një kryeministër demokratik, nuk është një kryeministër I cili respekton ligjet edhe institucionet, është një kryeministër I cili gjatë 12 viteve qeverisjes e kemi pa duke bërë akrobacia nga më të çuditshmet me institucionet, shkri ministri, formo ministri, bëjnë ndryshime të shpeshta, arnoi shtyllat juridike të vendit.
Kësaj problemin ai e ka për veten e vet, ai nuk do që të ndërtohet precedent, ai e ka kthyer Belinda Ballukun në një vit kuqe, në një vit fronti për të cilës nuk mund të shkohet, sepse pas Belinda Ballukut radhën e ka pikërisht ai. Është një njeri i cili gjithë establishmenti politik dhe partia, jo vetëm ata me cilët ka qenë 12 vite në qeverisje, por edhe ata me cilët ka qenë 10 vite, një dekadë në opozit, sot janë në burg. Madje jo më larg se dje, pa më dhe kryebashkia tjetër të shkonte drejt burg. Pra është një njeri i cili ka shkuar gjithë partia në burg. Dhe parë se të vinte çështja tek Belinda Balluku, ai duhet të kishte marrë përgjegjësi publike dhe politike që me ministrat e tjerë, që me shokët e tjerë lëre më tek Belinda Balluku, cilën po e mbron si askënd tjetër. Ne kemi pasi e ka lëshu Erion Veliajt, ka lëshu Ilir Beqajt, ka lëshu gjithë shokët e tjerë me cilët i ka pasur bashkëpunëtor të ngushtë. Kemi pasur si para Belinda Ballukut një tjetër zëvendës kryeministër si Arben Ahmetaj, sot është në Arratije. Edhe ti nuk mundesh me thonë se gjithçka ka ndodhur pa dijenin ti, nëse i bie atëherë ti je ose leshko ose një naiv i cili nuk është i zotit, njoh shokut e vet në kuptimin edhe jo më të qeverisë një republikë me 3-4 milion banorë. Kjo nga ana tjetër, ky barazim për 4-4 në gjykatën kushtetuese, mendon se ishte një zgjidhje juridike apo ndoshta edhe një shmangje e qëllimshme nga një vendim me pasoja të forta politike, dhe nga ana tjetër a rrezikoni gjithë ky precedent për të hap një krizë kompetencash mes gjyqësorit dhe ekzekutivit? Sigurisht, gjykata kushtetuese ka treguar dobësitë vazhdueshme të saj, dhe ky nuk është rasti i parë. Ne pam se si gjykata kushtetuese e zvarriti çështjen vazhdimisht, dhe kjo 4-4 është maksimumi dukshëm i asaj çfarë mund bëj ajo gjykatë kushtet e një presioni të jashtëzakonshëm politik. Mendoj se gjykata kushtetuese, anëtarët e gjykatës kushtetuese kanë pas një presion të jashtëzakonshëm politik, dhe përmes këtij vendimi, përmes kësaj vendimarrje janë përpjekur që t'i japin, t'i lënë një shteg arratije politike edhe t'i japin një mjet për justifikim politik edhe Edi Ramës. Mendoj si rezultat 5-3 ose 6-2 do ishte një rezultat shumë më i rëndësishëm edhe domethënës për demokracinë shqiptare, për qytetarët shqiptarë, që sot më shumë se kurrë presin drejtësi. Ama është një gjykatë e cila duhet ka rolin e gardianit të demokracisë, ka rolin e kushtetueshmërisë, duhet shprehet edhe më qartë në vazhdim, sepse kështu ajo mund t'ja ketë hedhur, mund të ketë shpëtuar nga presioni momental politik, megjithatë i ka hapur rrugën vetës për i presion edhe më të madh në vazhdim. Ne këtë përplasjen midis institucioneve e kemi parë këto 2 muajt e fundit, do ta shohim edhe në vazhdim. Dukshëm kryeministri Rama po nxit këto tamburet e luftës, dhe nuk i ka nxit vetëm me vendimin e fundit, ka gjithë këto kohë që po i nxit një retorik, mendoj idioteske, të pagave të gjyqtarëve edhe të Republikës së prokurorëve. Kemi kryeministri që thotë se po mbëhet grush shteti, i shohim edhe analistët e tij, analistët e qeverisë, eksponentët e qeverisë tonë edhe tankohen nëpër studio televizive mbi cënimin e drejtave të tyre politike, mbi cënimin e lirive të njerëzit, mbi cënimin e demokracisë. Por nëse demokracia bëhet mbrojtësja e njerëzve të akuzuar për afera të rënda korruptive, atëherë ajo nuk është demokraci. Atëherë ajo është një autoritarizëm i mveshur me këtë strofën e demokracisë, me këtë lëkurën e demokracisë, po nuk është një demokraci, është si thuash që në momentin kur ti më cënon mua, është mungesë demokracia. Ndërkohë kur një qytetar i zakonshëm shkon në burg se nuk paguan dot energjinë elektrike dhe e rilidh atë, një qytetar i zakonshëm që shkon në burg për shkak se vjedh një biçikletë, një ri që shkon në burg me vite për shkak një cigare hashash,
kjo që nga respektimi i ligjit, ama kur institucionet e zbatimit ligjit shkojnë drejt personazheve të veçur me pushtet, ju gjejnë lidhje të qarta me korrupsionin, me oligarkinë, me personazhet botës së nënteshme, atëherë kjo qenë ka të synim i demokracisë. Po në fakt është rezultat logjik, një qeveri e korruptuar e ka të nevojshme autoritarizmin për të mbajtur nën kontroll gjërat. Është interesante se si një vend i cili nuk shuhet për forcë institucionale, për institucione të forta si Shqipëria, korrupsioni është aq i madh sa edhe minimumi i zbatimit ligjit edhe i reputacionit të një institucioni caktuar e rrezikon seriozisht qeverinë edhe establishmentin politik. Në këtë kuptim, autoritarizmi është rruga e fundit e Edi Ramës, paralajmëroi për ndryshime në korpusin juridik, do me thënë për t'i shpëtuar burgut Belinda Balluku, edhe për mos lënë hapësirë për precedent rreth vetes tij. Po ne kemi pa për shembull këtë edhe në diskutimet mbi draftin e kodit të ri penal, se si masat e dënimit korrupsionit në Shqipëri janë shumë të ulta se sa krimet tjera të cilat mund i kryejë një qytetar i zakonshëm. Pra ata kanë kohë të cilët po përgatiten, kanë shumë kohë që po përgatiten për të ndërtuar rrugën e shpëtimit edhe mburojat e mundshme juridike për veten e tyre. E qartë. Klodi, tani vëmendja do të zhvendoset te kuvendi, pra aty ku politika duhet të marrë edhe vendimin. Mendon se mazhoranca ka vullnetin politik të lejojë tashmë drejtësinë të shkojë deri në fund edhe kur kjo ka prekur njerëzit e saj, pra si në rastin e Ballukut? Të them të drejtën, mazhoranca socialiste nuk ka absolutisht asnjë lloj vullneti. Të kesh vullnet do të thotë ti je paraprakisht njeri i lirë, ti je njeri i cili mbron disa ideale, ti je njeri i cili e ke shenjë interesin publik edhe respektimin e ligjit. Mazhoranca aktuale janë një grumbull njerëzish pa anonim, pa asnjë subjektivitet, pa asnjë respekt për veten e tyre, cilët votojnë në mënyrë ushtarake, edhe tek ajo mazhorancë nuk duhet të shohim realisht përfaqësuesit të popullit, siç mund të quhen deputetët e Republikës së Shqipërisë ose përfaqësuesit të sovranitetit popullor, po të shohim thjesht disa buretin, disa kukulla të Edi Ramës, cilët në mënyrë mekanike e ngrejnë kartonin dhe marrin vendime sipas mesazhit, cilin do t'u aqojnë në telefonet e tyre ose në grupin e WhatsAppit, ta u lanë balla. Në këtë kuptim, mazhoranca parlamentare nuk ja vlen as të merrim me ta, as të diskutojmë dhe as të analizojmë. Kemi 12 vjet korrupsion dhe këtë qeverisë dhe nuk kemi pasur deputet dalë jashtë rreshtit, e gjithë retorika e tyre po ta shohësh me vëmendje është totalisht e përqendruar tek ironizimi, humori, cirku, parodia, estrada, pavarësisht se marrin 3-4 milion lekë të vjetra, rrogë në muaj, dieta, qera, edhe gjitha shpenzimet e tjera. Mazhoranca socialiste, ka kohë që Partia Socialiste nuk është më i parti, në kuptimin që të ketë njerëz që kanë vullnetin e tyre, që të ketë grupe që shprehin oponencën edhe kritikën. Partia Socialiste është një parti autoritare, hierarkike, me në krye një kryetar despotik, siç është Edi Rama, edhe ne kemi pa shumicën e deputetëve, 70% deputetëve, 80% deputetëve të Partisë Socialiste, ne nuk i njohim më, nuk e dim se çfarë ata realisht përfaqësojnë, përse janë deputet Kuvendit të Republikës, cila është kauza e tyre, nuk i shohim as të flasin në parlament, nuk i shohim as nëpër studio televizive, pra janë nga një masë njerëzish e vdekur, e delegitimuar dhe pa lloj morali politik mund të presësh gjithçka. Nëse Edi Rama do të kërkonte që të shpallej monarkia, të kalonte Shqipëria nga republikë monarkia, ata do të votonin po. Pra, nëse Edi Rama do të kërkonte që ata të shfuqizonin institucionet si SPAK-u, do të votonin pro. Domethënë ata nuk kanë absolutisht asnjë lloj përgjegjë, asnjë lloj ndërgjegje politike edhe institucionale. Në këtë kuptim. Mirë, Klodi, për shkak të kohës duhet ta mbyllim edhe një pyetje të fundit për sa i përket edhe protestës të organizuar ditën e sotme nga Partia Demokratike. Si është gjetë organizim dhe cili është synimi i opozitës?
Unë nuk e di, kam dëgju këto deputetët e ndryshëm të opozitës që thonë se do të hapim çadra në bulevard dhe të kemi këtë e kanë provu, ata e kanë provu vitin 2017, mu duket edhe absurde dhe kërkesa e tyre për qeverinë teknike në vitin 2017, Lulzim Basha bëri protesta me çadra përballë kryeministrisë, kërkoi qeveri teknike, këtë shpalli si formën më radikale të demokracisë. Për atëherë kjo formë proteste kishte kuptim se sapo kishte ndodhur edhe ngjarjet, protestat e sheshit Majdan në Ukrainë dhe gjithë ajo çfarë arriti Lulzim Basha atëherë ishte i takim i orëve të fundit me kryeministrin Rama, mori 8 ministra teknik dhe u humbi zgjedhjet në nivele historike. Pra, nëse në 2017 ai mori 29% votave me 8 ministra teknik, në 2021, 4 vite më vonë ai mori 39% votave edhe pa pas ministra teknik. Pra nuk ka si lloj risie, ne i kemi pa këto forma cilat i shpallin si radikale, mundem me ta përshkru teatrin dhe çfarë do të ndodhë me përpikmëri, se veç 2017 ne kemi pa edhe një formë të tillë rezistencë edhe nga Edi Rama të 2010, nëse ju kujtoni, madje të kombinuar edhe me grevë urie dhe e pam si gjithçka, çdo retorikë radikale u mbyt përmes ndërmjetësimit europian të krizës, përmes darkave qoftë tek krokodili në Bruksel, qoftë tek zyrat e kuvendit, tek arritja e kompromiseve të cilat në fund ditës nuk arritën absolutisht asnjë rezultati. Dhe më duket sikur protesta dhe këto forma po përdoren si mjete për të refuzuar një reformim real të vetes tyre. Demokracia edhe fuqia e politikës nuk ka të bëjë vetëm tek protesta vetvete, por ka të bëjë edhe tek rezonimi yt tek qytetarët, tek fakti nëse ke alternativë, nëse ke program, nëse e pastron veten së brendshmi, nëse fiton kredibilitet politike dhe moral në sytë e opinionit të publik. Pastaj vjen protesta. Duhet pikërisht fillimisht protestës i paraprin ky procesi i katarsit, ky procesi i rishpikjes dhe i riformatimit të vetes. Përmes protestës më duket sikur opozita nuk do të mbys vetëm domethënë këtë opinionin e jashtëm publik, por do të mbys edhe opinionin e brendshëm. Kritikat e brendshme politike nga eksponentët e vet. Pra po përdoret një mënyrë autoritare i mjet i cili është kundër autoritarizmit siç është protesta. Po unë them drejtën, mendoj se nuk kam pritshmëri, edhe mendoj se do të ripërsëritet, më duket e trish nganjëherë, duket sikur gjithçka në këtë vend është një ripërsëritje e vazhdueshme dhe e përjetshme e së njëjtës, sigurisht me disa ndryshime të vogla. Mirë.